ndikimi dhe pesha e Kur'anit nuk i prek vetëm zemrat e njerëzve, edhe shpirtat e tyre. Mirë po, ndikimi dhe pushtimi i Kur'anit e prek edhe anën e jashtme, saqë trupi rënqethet. Zbutet lëkura. Thot Allahu në kapitullin Az-Zumar, taqsha'irru minhu julud alladhina yakhshawna rabbahum. Rënqethen lëkurat e tyre prej Kur'anit kur e dëgjojnë, si rezultat i asaj që ata kanë frigën nga Zoti i tyre. Thumma talinu juluduhum. Pastaj zbuten lëkurat e tyre. Wa qulubuhum, edhe zemrat e tyre, ila dhikrillah, dhe në fund domethënë krejt kjo zbutje çon në përmendjen e Allahut. Dhe shohim me përmend një rast shumë interesant në historinë islame, që i ka ndodhur prapë një jo besimtari, po i cili ky më vonë bëhet besimtar. Fjala është për Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im është interesant me përmend rrjedhën e kësaj ngjarje. Jubairi kishte ardhur pej Mekës në Medinë, posa kishte përfundu betejë e Bedrit, dhe ne e dim epilogu, cili ka qenë epilogu i betejës Bedrit. Muslimanët kanë triumfuar mbi ushtrinë e idhujtarëve të Mekës. Jubairi kishte ardhur pej Mekës në Medinë mu interesu për fatin e robëve të luftës. Ishte një numër i ushtarëve Mekës që ishin zënë rob lufte në duart të muslimanëve. Jubairi kishte ardhur pej Mekës në Medinë me fillu negociata për jetën e këtyre ushtarëve. Kur erdhi Jubairi në Medinë, ishte koha e akşamit, muslimanët ishin duke e fal namazin e akşamit. A din çai ndodh Jubairi? Që po e lojmë, po na tregon Jubairi ngjarjen. Thot kur erdha, shqo tash fladi Kur'anit, si prek qetësia, prehja, si pushton Kur'ani. Thot kur erdha ishte namazi i akşamit. Muslimanët ishin duke e fal akşamin, ju printe në namaz Muhamedi alayhis salam. Thot në ato momente për herë të parë kam dëgju Kur'anin duke lexuar Muhamedin, ishin ajetet e kaptinës Tur. Tash këtë përvojë na tregon mas është bë musliman. Thot kur e kom dëgju Muhamedin duke i lexuar këto ajete. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Allahu thot, domethënë fjala është për ajetin 35, 36, 37. Cilat ajete i lexonte pejgamberi në namazin e akşamit. Allahu thot: "A thua vallë, ata u krijuan nga asgjëja? Am humul khaliqun, apo vallë ata e kanë kriju vetveten e tyre? A mos janë ata krijues?" Vazhdon ajeti. Am khalaqus samawati wal arda, a thua vallë, mos kanë kriju ata qiejt dhe tokën? Bel, jo, nuk është ashtu. La yuqinun, por ata nuk janë të bindur. Nuk është ashtu. Që tërkush i ka kriju qiejt dhe tokën. Mirë po jasë ata nuk janë të bindur në këtë fakt dhe në këtë vetë vërtet. Am indahum khazainu rabbik, a mos vallë ata i posedojnë thesaret e Zotit të tyre? Am humul musaitirun, a mos vallë ata janë mbizotrues të gjithçkaje? A dini çka thot Jubairi? Ka dhe qalbi an yatir, gati nuk ka ik zemra. Ky ka qenë mirë. Hajde shpejt ti analizojmë disa rrethana. Ishte idhujtar, jo besimtar. Sapo përfundoi betejë e Bedrit që ata e humbën betejën, kishin mbet në fushë betejë shumë njerëz të vdekur nga ana e tyre. Kishte ardhur me fillu negociata për jetën e atyre robëve të luftës. Armiqësia mes tij dhe Muhamedit ishte sigurisht ka qenë shumë e madhe. Në kulminacion, po i dëgjon fjalë të Hasmit. Mirë, mas keqë të në rrethanave. Ai në fund tha gati zemra sa që nuk me iki. Mirë. Njeriu kur i dëgjon fjalë të Hasmit, a ka mundësi ai mu pushtu prej fjalëve të tij? Shumë e vështirë. Nëse janë fjalë të rëndomta, kjo gati pothuajse është diçka e pamundshme. Mirë, po pikërisht kjo mahnitje dhe ky pushtim që ka ndodhur prej fjalëve të Kuranit tregon fuqinë dhe peshën e Kuranit, dhe se fjalët e Kuranit nuk janë fjalë të një njeriu të rëndomt, po janë fjalët e Allahut te baraka wa taala.